Sekretari i Federatës së Padelit Jusuf Kika, me të cilin do të diskutojmë për një ngjarje jashtëzakonisht të rëndësishme që do të mbahet në Prishtinë, pra saktësisht në Kosovë. Jusuf, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit shumë na mbërtesën. Gjithmonë kënaqësi me qenë këtu. Padeli e sjell një prej ngjarjeve më të rëndësishme prej krijimit të federatës, për çka realisht bëhet fjalë. Federata e Padelit e Kosovës, është duke organizuar turnirën e parë ndërkombëtar të padelit në Kosovë, i cili është FIB Bronze Prishtina, i cili është në bashkëpunim me Federatën Ndërkombëtare të Padelit. Ky është një event në kategorinë e eventeve më të rëndësishme të Federatës Ndërkombëtare, për arsye se lun rol në rankimin botror dhe kemi lojtarë nga më shumë se 100 lojtarë të cilët do të kemi prezent këtu në Prishtinë, pjesa dërmuese e tyre për herë të parë, më shumë se 25 shtete. Edhe është një event i kategorisë gjatë lartë. Pra, vin garus elitar, pasi u shërben turneu i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm për pikë në... E vërtet. Federata Ndërkombëtare organizon turne të tillë të ndara me 9 kategori, edhe kjo është njëra prej tyre, ku lojtarët mundin me marr pikë edhe pastaj me pas mundësinë me shku në përgara pak më të mëdha, në arenën ndërkombëtare. Fantastike, a? Në mesin e këtyne ka edhe shtete që nuk e njohin Kosovën. Pa dyshim që po, qyshet se i ka janë ma shumë se 25 shtete, janë disa prej tyre, tash për i përmendesh Spanja, Qipro, nëse nuk gaboj, nuk e di... Rumania, po, pastaj kemi edhe lojtarë cilët fatkeqësisht i kanë hasë në disa procedurat e tjera në pajisje me vizë, për keqardhje them këto, pasi që janë dikur ma shumë se 10 çifte, cilat fatkeqësisht nuk mund me qenë pjesë e këtij turneu për shkak të procedurave cilat janë. Mirë po... Ka pas probleme në pajisjen e vizë? Po. Edhe Slovakia tash edhe Slovakia sa një. Po janë edhe disa shtete tjera, po ka edhe të tjera që kanë pas marrë edhe nga Rusia për shembull, pastaj nga disa shtete afrikane, madje edhe nga Serbia ka pas marrë një lojtar, mirë po ky fundit për shkak të lëndimit partnerit të tij nuk mundi me qenë pjesë, mirë po ka pas interesim e kështu me radhë. Rusia dhe Serbia kanë shprehë interesim me ardhë, edhe na nuk kena arrit me pajis me viza. Po, e vërtet. Po menoj për Rusin këtë rast se për Serbin kishin mujt. Po ideja të neglizhenca. Fatkeqësisht po, kemi edhe disa çifte edhe kampion të Egjiptit që kanë pas me ardhë. Fatmirësisht nashta prej një ose dy prej tyre kemi rezultuar me mbrana afatit kohor mi kry, për shkak edhe të një presionit që kena bë. Mirë po ka lojtarë të tjerë cilët për shkak të afatit shkurt kohor nashta unë e kisha pas qef që këto procedurat në këtë drejtim, për shembull kur është diplomacia sportive, nashta me qenë pak më të lehtësuar, unë i kuptoj plotësisht institucionet e Kosovës, normal ato e bojnë punën e tyre që është më mirë. Mirë po ndashta kur të është në punë, me pas më me prioritet bre. Nëse garus nga Rusia kanë shprehë interese me ardhur këtu në një vend që nuk e njohin realisht, po marrin pjesë, po vinë në Kosovë. E vërtet kemi pas ndoshta 3 çifte të lojtarëve nga Rusia, 2 prej tyre 2 çifte të meshkujve edhe 1 çift i femrave. Ajo ka qenë top 20 që e Rusisë, edhe është një lojtare shumë elitare atje, po ndoshta në turnet e tjerë me post edhe një para pregaditje, kështu edhe na, që mi para priktin e saj. Te garusit nga Serbia çka ndodhi, ke lëndimi i partnerit, a? Po, një shtetas i Serbisë, i pajisur me pasaport të Australisë, mirë po fatkeqësisht për shkak ai nuk ka mundësi me ndru partnerin kësaj evente, në momentin që lajmërohesh me një partner nuk i mundësi, po ndoshta për herën tjetër kanë shprehë interesim me orë, pse jo? Sepse jena shteti i parë në Ballkan që jena të e bërë një event tillë, brenda këtij viti, sepse ka evente tilla, mirë po brenda vitit na e kena nisë kështu si rrugtim për me bë këtë event ndërkombëtar të padelit. Champions League e padelit. Champions League është kojanal, po çati te konferenca po jena. Tash kjo shkon gradualisht, vitin tjetër e bëjmë Europa League e padelit, tani me kalu në Champions League. I përgëzojnë këtë rast me qenë se e përmene që aty të nivelli Champions League-ës është Shqipëria është duke bërë një event edhe i përgëzoj është fit përmende edhe në diskutim po edhe i përgëzoj që e kanë inkuraju edhe kanë përkro Ministria në këtë rast atje e turizmit edhe se kjo ka karakter edhe turistik edhe karakter sportiv kanë me ardhur sportistat elitar të padelit në Tiranë, në Sheshin, Skënderbeu. Po shpresoj që edhe na kena me bo shumë shpejt se edhe unë në realitet na kështu mujt me bo dhe shumë a herët shumë e vërtet është se aplikoj që një 2-3 vjet për projekt tillë, po nashta inshallah si vjet ta çfarë ka mundësi mos me kuptuar rëndësinë e një organizimi tillë. Padel është sporti me rritjen më të madhe çdo intervistë, ecek edhe potencial. Po flasim për sportistë elitar. Vërtet edhe është tash sikurse golfi që ka qenë më herët tash kjo është e marr primatin që mi bë bashk
domethënë shtresat më të larta është sport elitar që po thu ti, edhe çdo aktivitet i padellit, edhe në këtë rast që po bëjmë na, është e mirë edhe për vendin tonë sepse po vinë turista në këtë rast, sportista, turista. Për herë të parë pjesa më e madhe tyne, na diskutuam para se me hik këto që ti tregova disa raste se ç'kam kanë thonë për shembull ajo që domethënë kulmi, kjo tregon çfarë pasqyre kemi në arenën ndërkombëtare. Njihom për zonë konflikti. Është për të ardhur keq sepse unë po çuditna për shembull ndoshta disa shtete që janë më larg apet më i mi kuptu se nuk e din situatën këtu afër. Për shembull kom pas kontakt me shtete nga disa aziatike, pastaj edhe nga Azerbajxhani, a mujna me fluturun Kosovë për shkak që është zonë lufte. Edhe unë i thashëm fal ku pi sheshtoj informacione se ku pi dëgjon, ku pi lexon. Edhe për më është për më çudit. Pastaj e kemi edhe çash më çudit më shumë është italian. Domethënë mu personalisht më ka thirrën në telefon edhe më tha a muj me fluturu prej Milanës Prishtinë, meqense se është tash nuk po du me bë kështu me jap tendencë negative po është për shtypja atyne. Me vërtet, edhe po mu po vjen keq se na për shembull, nëse është diçka që na përfaqëson që është më mirë te në arenë ndërkombëtare është sporti, për shembull muzika, kultura kështu me radhë. Edhe unë po besoj që duhet me punu na shumë këtë aspekt edhe mi përkrah jo veç sportin tonë, por këtë sportet, sidomos këto që kanë me karakter e organizimin e eventeve ndërkombëtare, krejtëve duhet mi thonë po. Çdo sportist që vjen pa marrë parasysh është i nivelit rajonal, është i nivelit evropian, apo edhe ma gjerë. Vjen mu njoftu me venin. Është e vërtetë. Njoftohet me venin, edhe kur shkon ai, kur kthehet në vendindjen e tij, tregon tjetër përshtypje për Kosovën. Edhe që ato na po mundohen me bë, edhe ja u kena mundsu kushtet që është mas mirë të në mënyrë që mi tërheq këta lojtarë me ortena, pasi që zakonisht turnet të tjera të federatës ndërkombëtare janë të shumt në përbot. Për shembull brenda javës së njëjtë, datat e njëjta, e kemi pas konkurrencë Danimarkën edhe Londrën. Wow. Danimarkës ja kena kalu për shkak që ja u kena mundsu disa sportistave disa kushte, për shembull mi marr në aeroport, në 3 aeroporte, Prishtinë, Shkup, Tiranë, kemi bë kontrata këtu me disa operatorë ekonomik, na i kanë mundsu ashtu si lloj marrëveshje. Edhe me disa benefitet e tjera, për shembull ushtrime, shfrytëzimi i sallës fala se kështu me radhë. Domethënë deri në çat mos që për shembull në këtë rast çuçi përmend Londrën, e pon që jena të rrit shumë me numër çifteve që po regjistrohen për Prishtinë. Dëgjova që domethënë lojtarëve atje pak më që janë të mirë, ja u kanë pagu hotelin, rrugën e kështu me radhë. Domethënë veç mi majt për veti. Po kjo tregon për betejën që bojnë shtetet për mi pas. E vërtet. Edhe është promovim i mirë. Edhe na jena shumë të kënaqur që mbrana në intervali shumë të shkurt kohor kena arritur mu mobilizu bashkë me stafin e federatës, kryetarin veçanti që ka bënë punë jashtëzakonisht të madhe, po edhe personat e tjerë, për shembull edhe qendra e padellit e më e reja që është duke u hap, komuniteti i padellit këtu, kena lojtarë në diasporë që janë të ardhur enkas për këtë turner nga Kosova, kemi lojtarë lokal që kanë rrit nivelin po marrin pjesë, edhe çish më thon po të bëhet zemra mal që po rritet sporti çaq mos që tash po mujna edhe me arrit me organizu evente të tilla. Çu shka me shkollë sistemi garë, sa realisht është e vështirë me organizu një ngjarje që kjo, se është ndryshon niveli, edhe dyta çu shka me shkollë procedura e garimit, sa ditë gjatë? Me tregu drejt, nuk është e vështirë kur të kish suportin. Domethënë kur të kish mbështetje si financiare, qoftë nga sponsor, qoftë nga institucione, domethënë gjithmonë është e lehtë. Mirë po edhe na kemi pas një mbështetje të tillë. Tash pjesën më të madhe jena mundu, domethënë derisa kena arrit deri në këtë pikë me marr disa i kena mbuluar me mjete vetanake fatkeqësisht, mirë po shpresoj që domethënë na suportojnë, pozitivisht kemi përgjigje, ndërsa sa i përket asaj që po thu, turneu fillon nga nesër, fillon disa miqësore, arritja e pjesës më të madhe të lojtarëve me datën 6, ndeshjet kryesore fillojnë me datën 7 kualifikimet, me ndra që është raundi kryesor fillon nga data 8, domethënë premte shtunë diel kur organizohen të dielën gjysmëfinalet dhe finalet. A mund me ardh njerëzit me përcjell garat? Gjithë janë të mirëseardhur, domethënë pagesa aksesane nuk ka. Domethënë është eventi i tillë që është i hapur gjithë me pa ndjenjën që ta padelli, me pa gjithë ata sportistë që janë elitar. Pjesa më e madhe ty në vin nga Spanja, sepse Spanja njihet për numrin më të madh të lojtarëve të padellit, e vërtet nishi, bashkë me Argjentinën, po me qenë se jemi këto më afër, janë të ardhur shumë lojtarë spanjoll, edhe pjesa më e madhe ty në mos them krejt, 100% janë që vinë për herë të parë në Prishtinë. Fantastike. Pra, na mbetet vetëm me u bë ftesë dëgjuesve dhe atyre që na përcjellin që lirisht mundën me ardhur këto data me përcjell edhe me ndihmë garust nga Kosova, po nikosisht edhe me pa spektakël mbrana. Vërtet, domethënë është qendra Terra Paddle Society, qendra më e re, më moderne që është hap tash në Prishtinë.
edhe janë gjithë mirëseardhur, pse jo, i kemi kategorinë e femrave dhe kategorinë e meshkujve, të cilët do të kenë gara në këtë event. Falenderoj shumë Jusuf për prezencën dhe për krejt këto informacione. Ndërkohë mbetet të dëgjuesve që e morën informacione që ndoshta edhe të vinë ta shohin nga afër një ngjarje kaq të rëndësishme. Gjithë janë të mirëseardhur, edhe faleminderit që gjithmonë na mundsoni mi kështu. Absolutisht dera gjithmonë çelësh. Me njoftu për padellën komunitetit. Falenderoj shumë për kohën.